unë për para se të fillojmë në këtë temë që kemi, për pjesën e parë, pra, protestën e Partisë Demokratike, unë kërkova edhe përfaqësues të Partisë Demokratike, njerëz të rëndësishëm të kësaj partie, po pjesë ishin të okupuar me problematika jashtë Tiranës e tjera, dhe imi janë të mirë kuptuar në këtë rast. Një pjesë të ndodhë që nuk pranuan. Më fund të bisedoja që do të vinte zoti Klevis Balliu. Po tha, gjitha, dhe të pyesta dhe drejtorin e komunikimit. Drejtori i komunikimit është zoti Lela në Partinë Demokratike. Edhe unë kisha biseduar pak me zotin Lela, por ndërkohë, pak minuta pasi bisedoj edhe zoti Klevis, më mori mua dhe më tha që duhet të largohet nga studio, tha, Ergjys Mërtiri. Nuk do të largohet Ergjys Mërtiri, do largohesh ti, nuk do vish ti. Është shumë e thjeshtë, zgjidhja është kjo. Sepse ky është një mision që e bëj unë, se të më duhesh të largohem dhe unë. Po unë vetëm flamurin lejoj në njërë këtu që po të vi flamuri, unë dalë dhe le që të flasë vetëm ai. Edhe mund të rritë e poshtë, ta prestës. Tjetër njëri në botë, pavarësisht nga vendimet që ka marrë Partia Demokratike. Pra, duke qenë se këto kushte nuk mund të pranohen, zoti Klevis nuk është sot në studio. Ne kisha liru vëndë me knajsi, po. Jo, ma themo ati, po nuk s'është knajsia ime. Prano ati. Sepse ka një ndarje shumë të çuditshme. Si me ndoni vodi tani, se ka një ndarje të çuditshme. Për shembull, kanë shpikur dhe kanë marrë vendime tyre politik, punë e tyre, po unë e kam thënë disa herë në studio. Kjo është një strategji që e përdor Edi Rama, po ai ka një arsye të rëndësishme. Është në pushtet. Ndoshta edhe s'kanë shton tani me gjëra zullume që kanë ndodhur të gjitha. Dhe është një strategji e menduar mirë e pozitës. Që të mos nxjerrin njerëzit. Kjo nuk kuptohet se edhe unë e kam thënë disa herë që ai është në majtë të kalit. Ndërsa këta janë në majtë të kalit tjetër. Në hum nërë, që majtë. Janë në kal. Po kal quhet dhe ky. Hum nërë, që. Kal ose emër tjetër? Unë të hum nërë. Duke se në hum nërë jemi ne, Nikol, se këta... Pra, këta janë në bishtë... Dhe ka një sistemim kështu, ka që... Këtë dëgjuar ti, Nikol, këto? Ka që Rama, ka që ky, ka që i paguan Rama, ka që i paguan. Pëllë, njerë këto që bënë Partia Demokratike dhe leadershipi i saj, unë e kam thënë edhe misionet tjera, e kam bindje dhe besoj do avije biseda dhe për protestën, që me këte leadership të vjetër me Berishën, Partia Demokratike nuk vjen kur në pushtet. Ta kam thënë, besoj e mbanmen, edhe protesta të regoj këtë gjë, dhe fakti që ju përmendi që akuzojnë gjithë analistët, dhe në vend që të shkojnë me urdhër partije nga leadershipit që të shkojnë me vrap të gjithë, deputete, analistët të tyre, po, sidomos deputete, në çdo studio për të përquar dhe për të mbrojtur idenë e opozitës. Ata, në këtë rasti që thati Klevisi, më habit, Klevisi duhet kishte ardhur. Jo, s'kishte fal Klevisi, jo. Duhet kishte ardhur, realisht. Duhet të jetë urdhër partijës, s'ma? Po pra, urdhër partijës. Personalisht s'kam Po, atë po them, pra, leadershipi do t'japi të çojë në gjitha mediat njerëz të vet, që të përqojë mendimin e vet. Po në këtë rast, edhe një herë tregon ylli kjo mënyra e vjetër e leadershipit, i cili edhe me atë flamurin që se e pe në protest, që tunte flamurin dhe pastaj ishte djegja. Jo, se të vazhdojmë aty, pas... Jo, pata Të thonë në kolegët... Ajo ishte vetëm për të kapur mediat e huaja ndërkombëtare që një lider opozitë. Ajo nuk ishte... Pra, edhe kjo ndarje tani thuaj me analistë e kështu, se për shembull nëse ti ke idenë që me Mërtiri dhe disa të tjerë nuk të lënë ty të marrësh pushtetin, pastaj këtu është një problem shumë i madh. Po të kem këtë fuqi, unë që kam... Këtë fuqi e ka të madhe. Zote, se njoh vetë për kaq Më kujtohet, për shembull, se akuza që i bën këta Mërtit, për shembull, një javë më parë, Klevisi ishte në një studio tjetër, s'dua t'i them emrin, dhe aty kishte njerëz që janë drejt për drejt të majt, me bindje të majta. E pash, unë e hapa, një javë më parë, dhe ishte njerëz të cilët janë të drejt për drejt. Mërtiri, për shembull, bëj akuza është që ka qenë me Lulbashën. Mua më kujtohet, shumë vite më parë, për shembull, i ndjeri Artur Zhej më merrte në studio, në isha në Londër. Më sëriste dhe lidheshim në Skype, dhe unë thash në një moment për Lulbashën. Thash, shiko, kjo ose është i blerë, ose është i paditur.
me këto që thot. Ishe një moment për Lulbash. Si mua, Paloka, më bëri copa aty. Copa, si unë godita Luli Bash. Po Paloka sot të bën sallat të Lulbashit. Se di tani, po ne nuk do t'i bëjmë armiqë të nderuar, ju jeni të ftuar të vini të studion të hapim gjithmonë kur të doni. Kjo se dhe vetëm me mua mund vini, po ne nuk mund t'i bëjmë armiq ata që bëni ju armiq të momentit. Se kjo është nga dy fjalë secili për këtë gjë se më bëri shumë përshtypje. Nuk besoj se opozita ka luksin që të zgjedh. Duhet të shfaqet kudo, ku të ketë mundësi. Njerëzit e opozitit duhet të shfaqen kudo. Nuk mundet të zgjedhin me këdo jenë përballë edhe me sa hapësirë duhet kenë. Edhe një sekondë, edhe një minutë, edhe një orë, kudo që t'jenë duhet të kenë mundësi të shfaqen dhe të flasin opinionit. Ato pra kanë një interes të shkojnë në çdo studio, bile të lutën, aman. Edhe nëse nuk e merr Rakipja dikush tjetër të lutën të shkojnë në studio për të bërë debat. Po sepse Jo për të thënë që mos shko. të përballen. Po Do të kenë të përballen. Nëse më leron një kështu qerim të vogël që unë nuk kam qenë herë personalisht me Lulbashën. Unë kam qenë me Partinë Demokratike kundër. Po ti ke drejtë jesh me të duash. Po patjetër, unë mund të jem, unë nuk pyes. Po ja për shembull, ja një minutë. Por nuk e pranoj dot këtë që ti Ja për shembull nga këta 4 veta këtu, se kishte për shembull një listë me 42 veta që i paguan Edi Rama. Po ata duhen bërë prezent, se kjo është një gjë shumë e tmerrshme. Kjo se është vërtet. Në mërë prezent, filani. 42, po 42 këtu s'ka në listë në gjithë Ballkanin. Pa ja është akuzë rëndë. Jo, mos s'ka në gjithë Ballkanin. Është akuzë rëndë. Tani, problemi është i thjeshtë, është shumë i thjeshtë. Ata dhe mund mos vinë, nuk ka asnjë rëndësi për ne. Unë me njëherë me kisha dhe mbështimin në plan, sepse ai ka folur 2 herë sot, por mund mos vinë gjithë secili është në llogari dhe në hesab të vet. Por opozita nuk e ka luksin që të heshtë dhe të thotë të dalë me filanën apo me filanën apo me... Me që u bërë... Dhe ne s'duam të bëjmë ndarje, për shembull as njerëzit që punojnë në... 4 njerëzit që janë këtu, për shembull, unë nuk besoj që Antona Bilegën e paguan në Edi Rama, Nikol Lesin Edi Rama. Gjusin Luli Basha, besoj se ka para tani apo jo. Edhe nëse i ka tepër mjaft s'ka rëndësi fare. Kjo është e parëndësishme, kjo si takon për dëst më vednja. A i paguan Rama apo jo. Në çdo njeri është privat, di vetë çfarë bën me imazhin e tij, me fytyrën e vet. Fytyrën e tij, me punën e tij dhe mund të shkojë të paguhet edhe nga Edi Rama. Kjo si takon PD-s. Kjo është besueshmëria e tij te publiku. E dyta është që Partia Demokratike sot duhet ndaj qëndrimet ndaj mediave. Nëse mendon që mediat kryesisht janë të shitura te Edi Rama dhe bën lojën e Edi Ramës, atëherë mund t'i bojkotoj këto media dhe të përdor rrjetet sociale siç ndodh me partitë tjera jo në Shqipëri. Ke shumë drejt. Po nëse Partia Demokratike shkon. E ka shenja në mediat kryesore shqiptare. Shkon në mediat më të... Thuhet asnjë fjalë për ta. Një çerek fjalë. Për televizionin më të rëndësishëm të vendit. Për tu bler të cilët i bien lulet ballit të opozitës. Për tu bler bien politikat editoriale, nuk shkon në ato artillerinë e rëndë të Edi Ramës, që janë artilleri e rëndë. Muslim të ishte në një gjë për këtë. Ata pse më dhe revoltojnë studio të tjera, pastaj me që tash ta bëj një sqarim kështu thjesht. Me kë jam se na çmendën domethënë. Po me kë jeti tani vërtet. Me kë jeti e përcakton publiku kur të dëgjon, s'ka nevojë ta. Unë di se me kë nuk jam. Po të doj mund të jetë. Patjetër pra, po publiku e zgjedh. Kta që thonë ke qenë, un kam qenë me PD-n kur ishte përballë Edi Ramës. Ishte kundër Edi Ramës. Un kam protestuar ke teatri i gjithë këta s'kan protestuar hiç, unë kam protestuar, më shumë se gjithë ta bashkë. Por, në momentin që këta u ndan, unë nuk mund të bësha me Sali Berishën, se unë Sali Berishën e kam kritikuar që kur ishte në pushtet në 2013, që pati korrupsion, pati probleme. Më fal? Bashkë me Lulin ishte në pushtet 8 vjet rresht. Po bashkë, po s'kam pas... Pse se kritikoja Saliun dhe Lulin të vinte më mirë për të? I kam kritikuar më të... Dhe unë nuk kam në kompleks. Ata mbaroj, ti dhe Klevisi keni qenë shumë ashpër kundra me jo se ke qenë me Lulin, por me partinë dhe frymën që mreti Lulin kur dojnë mandatet. Kur kam qenë kundra. Dhe unë nuk them që nuk vi me ty në studio. Jo, s'me asnjë s'm ke dhënë ti. Unë nuk kam qenë kundra teje për këtë gjë. Unë kam qenë kundër djegjes mandatet. Ju ishit
një nga inspiruesit që i fryt në vesh Lulit që djegja mandateve. Ke gabim, o valla, ja fut kot. O, Muslim, unë kam që... Jo, më nuk ja fusë. Po, më dëgjoj me minuta. Mandatet e ka I djegë. Andi Bushati 2, Gjek Marka i 3, ma dje Gjek Marka tha nuk merë politik fare, Më fut pastaj kot fes me tjera se... nuk bërë deputet në lesh. O, Gjithsesi, Muslim. ky është mendimi juaj për atë periudhë kohe. Më dëgjoj një minutë. Unë kam qenë kundër djegjes mandateve dhe e kam shpreh. Por e kam marrë PD këtë veprim le të dali për Zot. Unë kam qenë kundër djegjes, biles kam debat, nxjerr njerëz me të cilët kam debatuar kundër djegjes mandateve. Tashi kjo është kod, kjo është mohabet kod. E para dyta. Ikim nga këtu, s'ka vlerë. Unë kam qenë edhe kundër teje që dole kundër frymës. Po, kam qenë më shumë kundër teje që në një farë mënyrë u përdor çështja jote për listat e hapura që të mos që Rama të manipulojë dhe të heqë koalicione zgjedhore. Po kjo nuk do të thotë se jam kundër teje personalisht. Kundër koalicioneve se kemi 25 vite deputet që kanë parti vetëm vulën, nuk di sa antar kanë. O Muslim, jam prapë kundër. Fakti që unë mund të jem kundër një veprimi apo një qëndrimit tënd nuk do të thotë që jam kundër teje personalisht, më vëlla. Se këtu merren gjëra personale, vëlla. Unë thash, pse që keni zonë në Klevisin tash. Po nuk jam zonë fare, nuk është PD-ja që është zonë me gjithë dynjan, nuk është Ikim nga ky moment, kalojmë te protesta. Me mu nuk e zonë dhe ma koma. Jo me jo, po më duket se... Zoti Muslim, dua nga ju i pari. E para duhet të ndaj edhe unë, kam patur për disa media, rezervat e mija për analistët, pra njerës që paguan nga 3 milion lek, si këshilltar tek Elisa, si këshilltar tek Niko, apo si këshilltar tek qeveria, nuk është mirë që mediat na i përcjellin si analist pavarur. Cilat media se këto se vetë? Që është këshilltar. Pra, duhet darë, nuk e di që halli ka pas Klevisin që s'ka ardhë me mërtirin apo me... Po s'ka asë një halë Klevisin, e ka PD-ja ka... Ti e di mirë si që di dhe unë që ka shumë, që hiqe si analist pavarë, por janë këshilltar në përdoro, o të bashkisë e Ranvelis, o të Elisës Spiropalit, o të Niko Peleshit, o të Unan Balës, o të Edi Ramës. Po a kanë emra këto më... Pra është më fair për publikun t'i thuash, në stë Murrizi... Po pra emra duam në. Si rebel për themelus PD-ja ka në studio me një profesus qeveris që është dhe analist. Muslim, po flitet me emra, por nuk lidhet... Po dhe mund t'i marrin ata. Me emra filani punon këtu, filani... Tha, bilekaj dhe tela që mund t'i marrin ata. I kenë nxjerrura në listë pages, në tabelat e kuvendit, i kenë nxjerrura në hakrimi iranianëve, i kenë i kolektu. Po le t'i bëjmë publike... Po t'ishe dhe ti aty, edhe për ty do thoja. Po mirë pa le t'i bëjnë publike, po të them, se këshu këta i fusin grupo, këta i djegin njomin me fatin... Kalojmë, Zoti Muslim, se jemi në temë tjetër, unë e hapa e që e detyruar kjo. E hapa me detyrim për caktim. Jo, Tani. Unë po tani se në fillim ju thatë, disa udhëheqësa të rëndësishëm. Qartë, se tani unë temë... Tashi, në politikë rëndësishëm nuk është ai që të ka qef, as kryetari, as mediat, i rëndësishëm është ai që ka votat.